Kaq e bukur është mbesa e Shyret e Behlulit, këtë nuk na prezantoi më parë. Këngëtarja e mirënjohur Shyret e Behluli, një nga figurat më të dashura të muzikës shqiptare, ka emocionuar ndjekësit e saj me një prezantim shumë të veçantë në rrjetet sociale. Ajo ka ndarë me publikun një moment të rrallë familjar, duke prezantuar për herë të parë më gjerësisht mbesën e saj, Melizën. Ky prezantim erdhi me rastin e ditëlindjes së Melizës, një datë e rëndësishme për familjen, të cilën Shyreta zgjodhi ta shënojë me fjalë zemre dhe me imazhe që morën menjëherë vëmendjen e ndjekësve. Në postimin e saj, këngëtarja nuk kurseu emocionet, duke e quajtur mbesën e saj e bukura e hallës, një epitet që flet qartë për dashurinë dhe krenarinë që ndjen për të. Meliza, me paraqitjen e saj të ëmbël dhe plot hijeshi, duket se ka trashëguar jo vetëm tipare të bukura fizike, por edhe një prezencë që rrezaton pozitivitet. Në fotografitë e publikuara, ajo shfaqet plot buzëqeshje, elegancë dhe natyrshmëri, cilësi që kanë bërë që shumë ndjekës të reagojnë me komente të shumta, duke e komplimentuar për bukurinë dhe sharmin e saj. Duket se ky prezantim nuk ishte bërë më parë në mënyrë kaq të hapur, ndaj edhe fansat u surprizuan këndshëm. Shumë prej tyre shprehen habin se si një bukuroshe e tillë nuk ishte parë më herët në rrjetet sociale të këngëtares. Komentet ishin të mbushura me urime për ditëlindjen, zemra dhe fjalë të mira për mbesën bukuroshe të Shyretës. Marrëdhënia mes hallës dhe mbesës duket të jetë shumë e ngushtë. Nga fjalët e përdorura në urim, kuptohen qartë emocionet dhe lidhja e fortë familjare. Shyret e Behluli gjithmonë ka treguar se familja zë një vend të shenjtë në jetën e saj, dhe ky postim është një tjetër dëshmi e kësaj. Përveç karrierës së gjatë dhe të suksesshme në muzikë, Shyreta njihet edhe për përkushtimin ndaj familjes, traditës dhe vlerave. Ajo shpesh ndan momente nga jeta private, por gjithmonë me masë dhe me shumë dinjitet. Këtë herë, vendosi që vëmendjen ta ketë Meliza, duke e bërë atë protagoniste të ditës. Nuk munguan as krahasimet, ku disa ndjekës theksuan se bukuria e Melizës është e trashëguar dhe se ajo mund të ketë një të ardhme të ndritur përpara, nëse zgjedh të ndjek rrugën e artit apo të medias. Të tjerë u mjaftuan me komente të thjeshta por domethënëse, sa e bukur, zoti e bekoft, urime princeshës. Me këtë prezantim, Shyret e Behluli jo vetëm që i uroi ditëlindjen mbesës së saj, por edhe i dha publikut një arsye më shumë për të buzëqeshur. Meliza tashmë ka marrë vëmendjen e duhur dhe duket se epiteti e bukura e hallës është më se i merituar. Një moment i thjesht familjar, por i mbushur me dashuri, krenari dhe emocione, që dëshmon edhe një herë se përtej skenës dhe dritave, familja mbetet gjithmonë prioriteti kryesor. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.